أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës e 22 me radhë tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall enkas përket muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe dita e 22 e këtij muaji përfundoi. Mbetemi me shpresën e Allahut Azza wa Jall që na pranoj ditët që kanë kalu, e ditët që kanë mbet na forcoj t'i kalojmë ashtu siç është më së miri, nga se jemi në dheqin e fundit të këtij muaji, në ditët e mbetura apo jemi ka fundi I garës. Mbetemi me shpresë që Allahu na mësoj të dalim fitimtar të gjithëve. Emri I bukur I radhës I Allahut Azza wa Jall është El Jabbar, që do thot I gjithfuqishmi, mbizotruesi ndaj çdo gjëje subhanahu wa ta'ala. Pra emri I Allahut El Jabbar është nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, I cili është I gjithfuqishëm, mbizotrues ndaj çdo gjëje, rregullues dhe përmirësues I çështjeve. Ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall, të nderuar agjërues dhe agjëruese, ka ardhur vetëm një herë në Kur'anin famlart, te fjala e Allahut Azza wa Jall në surën El Hashr, konkretisht ajeti 23. Thot Zoti Xhela wala: "Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun." Allahu cek në këtë ajet një seri emrash të tij të bukur. Thot ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Allahu është sunduesi, I pastri nga çdo emet, dhënësi I sigurisë, mbikëqyrësi mbi gjithçka, I plot fuqishmi, imponuesi I madhreshmi, qoftë I lartësuar Allahu mbi gjithçka, që I shoqërojnë atij në adhurim idhujtarët. Kuptimi gjuhësor I emrit të Allahut El Jabbar, kanë thënë ulemaja, baza e fjalës El Jabbar është rregullim, përmirësim I diçkaje me lloj force apo me lloj detyrimi. El Jabbar nganjëherë pra është përmirësim pa forcë apo imponim, por thjesht është përmirësim. Gjithashtu, kuptimi I emrit të Allahut El Jabbar në aspektin e terminologjisë islame dhe në aspektin asaj përket latmadhisë së Allahut Azza wa Jall është ky kuptim. Dhe kanë thënë dietarët, sa I përket emrit të Allahut El Jabbar, raport me Allahun Azza wa Jall I ka 3 kuptime. Kuptimi I parë është rregullues dhe përmirësues I çështjeve. Pra Allahu është rregullues I çështjeve të krijesave të tij, përmirësues I gjendjeve të tyre. Për shembull, Allahu shëron të sëmurin, e bën të pasur të varfrin, I mjafton të dobëtit Allahu apo atij që është I ligë. Allahu mposhtë edhe mund të fortin, zullumçarin, mizorin, I lehtëson vështirësitë atij që është në siklet, I jep sabër të sprovuarit, dhe kështu është Allahu Azza wa Jall, ai I cili do thot ja largon çështjet robëve të tij dhe është I plotfuqishëm subhanahu wa ta'ala. Andaj muslimani vazhdimisht lutet për shembull, Allahumma xburni, me këtë emër të Allahut, që do thot, o Allah më përmirësoj gjendjen time, më largoj gjithat ligat dhe të këqijat, nga se lutjet e ngjashme të tillë bën edhe pejgamberi në namaz në mes dy sejdeve, siç ka ardhur në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, se pejgamberi alayhi salatu wasalam në mes dy sejdeve thoshte: Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Zoti jam, më fal mua, më mëshiro, më përmirëso, më udhëzo dhe më furnizo. Kuptimi I dytë I emrit të Allahut El Jabbar është mbizotruesi I çdo gjëje, I gjithfuqishmi, I cili ka fuqi absolute,
i cili me pushtetin e tij shtyn apo i detyron krijesat të veprojnë çfarë do Allahu Azza wa Jall, kuptohet sipas urtësisë që u ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Do të u ka caktuar e gjelin si arabit, edhe krijesave në përgjithësi. Andaj asgjë nuk mund të dalë jashtë pushtetit të Zotit. Asgjë nuk mund të ndodhë pa dijen e Zotit dhe pa vullnetin e Allahut Azza wa Jall. Fa Zoti xhelalu ala në surën Zukhruf ayat 32: "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un." Vall, a mos janë ata që ndajnë mëshirën e Zotit tonë? Jemi ne ata që u ndajmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke ngritur ata në shkallë e disa mbi të tjerët, me qëllim që disa të shërbejnë të tjerëve. Mëshira e Allahut është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. Gjithashtu, prej kuptimeve që i përfshin emri i bukur i Allahut Azza wa Jalla është se ai është më i larti, që nuk mund të arrijë askush dhe asgjë. I lartë është Allahu me të gjitha kuptimet e kësaj fjale. I lartë është në madhrinë e tij, me fuqinë e tij, me pozitën e tij subhanahu wa taala. Dhe kur muslimani e njeh Zotin e vet në këtë formë, e ka njohur Allahun ashtu siç duhet me njoft. Atij shtohet dashuria ndaj tij dhe frika ndaj tij. Për të arsye kanë thënë ulema, men kana billahi a'raf, kana billahi akhlaf. Andaj muslimani bëhet modest me Allahun Azza wa Jall edhe nëse i ndodhin gjërat e pakëndshme, nga sa ai e din që çdo gjë ndodh me atë që me lejen e atij dhe dina atij që është i gjithë fuqishëm, edhe që është mbizotrues mbi çdo gjë subhanahu wa taala. Muslimani e din që Allahu është i plotfuqishëm, sa ato që njerëzit i bojnë atij zullum, nga se Zoti i ka shkatërruar gjithë zullumçarët, Firaunin, Karunin, andaj e shkatërron ato që po të bën ty zullum bi ghairi hak. Muslimani e din që ka një Zot që është El Jabbar, i gjithëfuqishëm, dhe ja rregullon çështjet atij, ja përmirëson gjendjen e jashtme dhe të brendshme. Andaj duhet të lutim Allahun Azza wa Jall, pra me këtë emër të bukur xhelewala, që Allahu të na përmirësoj neve çështjet këtë botë dhe botën tjetër. Allahu Azza wa Jall tregon që kur kush prej krijesave nuk guxon me u cilësu me këtë emër të Allahut apo edhe me cilësinë e tij i plotfuqishëm subhanahu wa taala. Allahu tha: "Wastaftahu khaba kullu jabbarin anid, min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid, yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan, wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adhabun ghalidh." Ajeti 15-17 në surën Ibrahim. Dhe të dërguarit kërkuan ndihmë nga Allahu, kurse kokfortët, kryelartët, xhebarët u shkatruan. Pas tyre xhebarëve, kryelartëve është xhehenemi, ku do të pinë ujë të qelbur, të cilin përpiqen ta përpinë, e nuk do të mund ta gëlltisin. Vdekja do të u vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk do të vdesin ata i pranjë den Iran. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu hadithin që e ka shënuar Imam Ahmedin e Musnedin e tij, dhe hadithin e ka saksuar Sheikh Albani. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Takhruju unuqum min an-nar يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين." Ditën e Kiametit shfaqet qafa e xhehenemit. Ajo ka dy sy me të cilët sheh, dy vesh me të cilët dëgjon dhe gjumë me të cilën flet. E thot: "Jam autorizuar e ngarkuar nga Allahu për 3 lloje njerëzve, për çdo kryelart xhebar i naxhi me një lart, për çdo kënd që i ka bërë shirk Allahu dhe për çdo skulptor, ata që gdhendin figura dhe gjallësa. Allah i na ruajt për këta krijesa. Allahu azza e ka autorizuar do të ketë qafë që del në xhehenem për të dënuar ata, nga sa ata kanë menduar që nuk ka ditë gjykimi, kanë menduar që nuk kanë me dal, pra para atij që është El Jabbar, i plot fuqishëm subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla është i plot fuqishëm, El Jabbar, ai i cili i din të metat tona, ai i cili i din të gjitha gjendjet e robëve të tij, ai i cili na mbikëqyr neve. Për atë arsye, muslimani e din që e ka një Zot i cili e mbikëqyr, e din që e ka një Zot i cili është i plot fuqishëm
dhe e din që e ka një Zot që nuk ka mundësi me ik asgjë. Për atë arsye, muslimani bën dua i lutet Allahut Azza wa Jall, ashtu siç do thot ka ardhur lutja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: o Allah, më shpërblen me fatkeqësinë time dhe më kompenzo me diçka më të mirë. Pra kur i ndodh një bela, një fatkeqësi, i drejtohet atij që është el-Jabbar, që i zgjidh të gjitha problemet. Gjithashtu jeta është e vështirë dhe sa na ndodh diçka, i drejtohem atij që është i plotësueshëm. Për shembull, nëse ke ndonjë fjalim, nëse ke ndonjë gjë që të preokupon, i drejtohesh atij që është el-Jabbar dhe i thu që ta liroje gjuhën tënde edhe nyjet e gjuhës tënde. Qysh ka thënë edhe Musa alayhis salam: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. O Allah, ma zgjeros gjoksin tim, ma lehtëso çështën time, largoje çdo pengesë nga gjuha ime që ta kuptojnë atë çka e flas. Andaj duhet me lut Allahun Azza wa Jall, i cili është i plotësueshëm, subhanahu wa ta'ala, Zot i cili pra është i cili nuk e lën, do thotë keq, robin e vet dhe e ndihmon robin e vet sa që ai ka nevojë, dhe Allahu Azza wa Jall pra nuk mërzitet as pak, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall është el-Jabbar, i gjithëfuqishëm, ai i cili ja mundson robit vet me i realizu dëshirat e veta. Dhe normalisht këto dëshira, do thot, ka mundësi robi mi kërku në sejdë, nga se ajo është më së afërmi me Zotin Xhelewala momentin kur është në sejdë. Për atë arsye e lut Allahun, nga se është el-Jabbar dhe është ai i cili subhanahu wa ta'ala i ndihmon robit vet, është ai i cili e ruan robin e vet nga çdo bela, çdo e keqe dhe nga çdo fatkeqësi. Andaj el-Jabbar, kanë thonë ulemaja, është ai gjithfuqishëm i cili pra nuk e le robin e vet asnjëherë, i cili do thot shpirtin që është thyrë e nxet, e qetson dhe normalisht e bën që të lidhet me Allahun Azza wa Jall. Për atë arsye është e habishme në kohën tonë se si njerëzit shkojnë për çdo gjë të vogël tek njerëzit për të kërkuar ndihmë edhe për krahje, ndërsa e nënvlerësojnë atë që ka në dorë çdo gjë. E nënvlerësojnë xhebarin, madhështorin. Për të arsye si ka mundësi me kërku nga krijesa diçka kur edhe e krijes, do thot, e ka rrezikun te Allahu Azza wa Jall. Andaj jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e të cilin Allahu Azza wa Jall zbet rahmetin e tij dhe muaj në të cilin Zoti Xhellahu Ala më së leti pra i pranon lutjet edhe duat të cilat Zoti Xhellahu Ala apo atij drejtohen krijesat e tij. Për shembull, sprova që ka pas nana e Musa alayhis salam kur ka mbet shtatzan, mu në kohën ndodhi kur Firauni kishte urdhëruar që çdo foshnjë mashkull i cili lind tek ata të vritej. Pra më thoni çfarë gjendje ka pas nana e Musa alayhis salam, por Allahu Azza wa Jall i tha, do thotë që ta qese, do thotë, në lum fëmijën dhe do t'ja voj, do thotë, Firauni që të ketë nevojë për këtë fëmijë dhe ai të rritet në pallatin e tij. Dhe kjo ndodhi sepse, do thotë, ai që është el-Jabbar subhanahu wa taala, do thotë, ka thonë që ka më ndodh një gjë e tillë. A ka mundësi me ndal diçka kur Allahu vendos me ndodh? Nuk ka mundësi. Për të arsye, Musa, do thotë, alayhis salam, do thotë, dashi Zotit që të rritet në pallatin e Firaunit, pa kuptuar këtë gjë të tillë Firauni edhe pa marrë vesh, nga se pra për Allahun Azza wa Jall çdo gjë e vështirë. Momentet e vështira janë ditën e gjykimit, kur dalin njerëzit para Allahut Azza wa Jall. Andaj para mendoni filani, i biri filanit të vijë dhe të paraqitet para atij që është el-Jabbar subhanahu wa taala. Çfarë ndjenje kemë pas dhe a jet i përgatitur pra që të takuash me atë që është madhështori subhanahu wa taala. El-Jabbar është ai i cili lehtëson stresin, vuajtjet, na uzon të pendohemi. Allahu i plotson mangësitë tona namaz, është i plotësueshëm. Allahu Azza wa Jall përmes namazit nafile na fal mëkatet. Allahu i uzon njerëz të mirë që të bëjnë punë të mira, që ta fitojnë ushqim, ta fitojnë
suksesin edhe xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ti që ke në sundimin tënd shërptor apo punëtor, mos i maltrato, nga se pejgamberi sa më thoshte, ushqeni me ato që ushqeni edhe ju. Mos i ngarkoni me gjëra që nuk kanë mundësi. Nga se nëse ngarkoni një vëlla tondin, një punëtor tondin, dije që ka me të ngarku Allahu azza wa jall. Gjithashtu Allahu ka nxjerrë që të ndihmojmë jetimëve, edhe mos të tregojmë kryetar ndër tyre. Fa amma al-yatime fala taqhar. Allahu i tha pejgamberit sa i përket jetimit, mos e përbuz dhe mos e nënçmo atë. Mile pejgamberi sa më ka thonë që ai që i ndihmon jetimin do të jetë në xhenet me mua, si këta dy gyshta. Andaj jeta është e tillë. Nëse të është bërë padrejsi dhe tu ka thyer zemra, ngriti duar në ato çaste dhe lutë El Jabbarin që të ndihmojë dhe të përkrah. Neve më njëherë kur na bën dikush padrejsi, lutemi që Allahu ta shkatërrojë atë. Ku është dobia agjëruese me shkatërru Zoti vllahun ton. Motrën tonde. Lutë atë që është El Jabbar për pozitivit, për gjëra pozitive. Lutë që ai të ndihmojë dhe të përkrahë dhe të forcojë. Kemë pa ndihmën e Allahut dhe forcën e tij. Sa padrejsi u kanë bërë pejgamberi kur nuk është hakmar sallallahu alaihi wasallam. Nëse i ke bërë dikur padrejsi, shko ti dhe kërkoj falje. Para se ka marrë koha që ta shijosh ndëshkimin para atij që është El Jabbar subhanahu wa taala. Gjithashtu ndihmoje dikën që është në hall, në dikën që është në telashe, qoftë i afërm, i varfër apo diku tjetër. Zgjidha problemin që e ka, nga se paramendo agjëruese, nëse e ke zgjidh dikujt problemin këtë dunjë, ditën e Kiametit, ku do dalësh para Allahut azza wa jall, i thua o Jabbar, o Allah i plotfuqishëm, robit tond, sa kom qenë dunjën, kom pas mundësi me zgjidh në hall, në dert, andaj zgjidh me hallin edhe dertin tënd ditën e gjykimit se ti je El Jabbar subhanahu wa taala. Elusme Allahun që ta fusin praktikët emër të bukur Zotit Xhelewala, të jetojmë me këtë emër edhe të takojmë Allahun azza El Jabbar, duke na fal, duke na mëshiru dhe duke shiju të mirat e tij ditën e gjykimit. Dhe takimin e ardhshëm, walhamdulillahi rabbil alamin.